Vreni këto politikan tanë. Me këtë situatë që është kriju në vendin tonë nuk banë gjatë tjetër vetëm tregojnë e mbjen kes për ta, sepse më duken shtresa më ignorante më ulët e popullit shqiptar, sepse ju jepet i kje pushtet njerëzit e kanë këtë bujari, po ma ta jep mundësinë, ushtrojët mirën, ja, si me mladh vetën për veti. Edhe nuk është problemi tek ajo që ka mladhin, por problemi se ngjarrin e pa, varfëninë e shpirtit të tyre, atë mizerën e mbrëmshme, njerëz të cilët jetojnë vetëm thjesht me pas diçka, e shpërfitojnë natyrën e tyre disa ti përfunduan në burg. Si më në burg ti? Të kena votu për me na bë mirë, se kena problem, më bani mirë dhe vetit. Por mas abuzot deri në atë pikë, sa që me marë në qafë, e me ahek ka shate në gojë si dhe mos ati i cili lofton, ashtë për gjdo ditë, për me pas buken e përdiqme. Ato është e pa falshme. Mkati qënë vdekje. Pra në mkati korupcionit, qënë burg. Qënë burg. Thot Krishti, e ta vonë gjdo gjatë, do të dalin dritë. Ka në etje për pushtet shkretit. Pra në edhe devijojnë. Si s'doli një me thonë kam etje për me shërby.